Përshëndetje, unë jam doktor Agustin Suma, jam pjesë e Trita Hospital, po bëhem gati qerek shekulli, 25 vite në mjeksi, gjithashtu 15 vite si kirurg maksilofacial. Kirurgjia maksilofaciale është një disiplinë relativisht e gjerë, si disiplinë e specializuar, trajton problematikat e kokës dhe deri diku dhe të qafës. Ndër problematikat më të shpeshta të kirurgjisë maksilofaciale janë problematikat e dhëmbëve të pjekurisë, problematikat e tumoreve të nofullave dhe të fytyrës. Një pjesë goxha domethënëse e punës tonë lidhet dhe me çrregullimet e gjendrave të pështymës, si dhe me çrregullimet e artikulacionit të përtypjes. Një rëndësi të jashtëzakonshme, ne japim diagnostikimin dhe trajtimin të hershëm të sëmundjeve tumorale të lëkurës, të organeve të fytyrës dhe të sëmundjeve të organeve të gojës, të cilat kanë një shpeshtësi domethënëse, sidomos këtu në Shqipëri, për sa i takon një vendi me rrezatim të fortë, rrezatim diellor, jeni të mirëpritur për konsulta, për diagnostikim dhe për trajtime të specializuara pranë Trita Hospital.